Tiranë, në ky qytet që ka qenë gjithmonë zemra e kombit, për të nderuar luftën e drejtë dhe të shenjtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jemi këtu të nderuar gjapën e dëshmorëve që me sakrificën e tyre i dhanë jetë lirisë së Kosovës dhe krenarisë shqiptare. Tirana ndër vite ka qenë tjepi mikprites dhe i bashkimit kombëtar. Ky qytet i ka hapur zemrën çdo shqiptari që ka ardhur nga çdo tret, nga veriu në jug, nga lindja perëndim. Në vitin 1999, kur Kosova përjetonte ditët më të errëta të luftës, Tirana u bë dritë shprese. Qytetarët e saj pritën me zemërsi qindra dhe mijëra kosovar që u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre për gjenocidin serb. Në ato ditë, Tirana tregoi se nuk është thjesht kryeqyteti i Shqipërisë, por kryeqyteti i shpirtit shqiptar. Por Tirana nuk qëndroi vetëm si pikpritse. Nga kjo tokë dolën bijtë që u bashkuan UÇK-s, që morën pushkën dhe shkuan në linjën e parë të frontit, për të luftuar për lirinë e Kosovës dhe më vonë edhe për lirinë e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Midis tyre është dëshmori Skënderbej Llagami, biri heroik i Tiranës, që luftoi me nder në radhën e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të ushtrisë shqiptare kombëtare në Maqedoni. Ku edhe ra heroikisht për lirinë e kombit. Emri i tij do të kujtohet përjetësisht si shembull i guximit, atë dashurisë dhe idealit të bashkimit shqiptar. Sot, teksa nderojmë dëshmorët tanë, nuk mund të mos glemzojnë edhe për 4 udhëheqësit të UÇK-s, Hashim Thashin, Kadri Vesetin, Jakub Krestigjin dhe Recep Selinin, që mbahen pa